Përshëndetje, unë jam kamera Safe City. Mos nxito mik, vendos gjoba automatikisht. Ngadalso që të mos ta djeg xepin dhe shpirtin. Kur më sheh, ngadalso, përndryshe vjen gjoba 20 deri 400 euro si dhe ndalimi i patentës. Në 50 km/h mos shko mbi 57 km/h, mos shpejto, shpëto jetë. Nëse parkohesh në vend të ndaluar, vjen automatikisht 30 deri 50 euro gjobë. Safe City kamerat më mbrojnë, parko në vendin e duhur, shmang gjobën, lehtëso trafikun. Unë jam makina jote, gomat më dridhen, mos nxito. Nëse Safe City vendos gjobë, do të digjemi të dy. Vozit ngadal, më mbro! Nëse kalon pa pritur ngjyrën e gjelbër, 250 euro plus 3 deri 12 muaj ndalim patente. Safe City më vëzhgon, dalo dhe prit, mos kalo në të kuqe, mos shkakto aksident. Unë jam gjoba, a erdha përsëri? Nqitove, kalove në dritë të kuqe, Safe City po më vjen të dera, herën tjetër ngadalso, apo jo? Përshëndetje vëllezër nga Shqipëria dhe Kosova. Kamerat Safe City monitorojnë edhe automjetet me targa të huaja. Gjoba vendoset dhe njoftohet në kufi. Respektoni rregullat, përndryshe mund të keni probleme në hyrje dalje. Vozitni të sigurt.